Abononi në kanalin ton duke bërë subscribe dhe shtypni zilen për video tona të reja. 7 ushqime më të mira për trurin dhe kujtesën mbi moshën 50 vjeçare. Ruajtja e shëndetit kognitiv bëhet gjithnjë e më e rëndësishme ndërsa ne plakemi dhe dieta luan një rol vendimtar në mbështetjen e funksionit të trurit. Përfshirja e ushqimeve të pastura me lëndë ushqyese në vaktet e përditshme mund t'i ndihmojë të moshuarit të mbrohen kundër rënies aftësisë njohëse dhe të përmirësojnë mirëqenien e përgjithshme. Këtu janë 7 nga ushqimet më të mira për të rritur trurin për të moshuarit. 1. Peshku. Peshqit si salmoni, skumbri, sardelet janë të pastura me acide yndyrore omega 3, veçanërisht EPA dhe DHA, të cilët janë jetike për shëndetjen e trurit. Këto lëndë ushqyese mbështesin strukturën e membranave qelizore të trurit dhe kanë veti antiinflamatore, gjë që e bën këtë ushqim efektiv kundër rënies së aftësisë njohëse. 2. Jeshillëqet. Spinaqi, lakra jeshile dhe ajo zviceriane janë të mbushura me vitamin K, folate dhe antioksidantë si luteina, të cilat të gjitha kontribuojnë në funksionimin më të mirë të aftësisë njohëse. Këto ushqime mund të ndihmojnë në ngadalësimin e rënies së njohjes, e lidhur kjo me moshën dhe mbrojnë qelizat e trurit nga dëmtimi. 3. Manaferrat. Boronicat, luleshtrydhet dhe manaferrat janë ushqime të pasura me antioksidantë, veçanërisht anteocanina, të cilat reduktojnë inflamacionin dhe përmirësojnë komunikimin midis qelizave të trurit. Konsumimi i rregullt i ushqimeve të tilla, siç janë frutat e pyllit, është i lidhur me memorien më të mirë dhe funksionimin kognitiv. 4. Vezët. Vezët janë një burim i shkëlqyer ushqimor i kolinës, vitaminës B12 dhe folatit, të cilat mbështesin prodhimin e neurotransmetuesve dhe shëndetin e trurit. Ato gjithashtu ndihmojnë në uljen e rrezikut të aftësisë njohëse. 5. Arrat dhe farat. Arrat, bajamet, fara chia dhe fara liri janë të pasura me acide yndyrore omega 3, antioksidant dhe vitamin E, të cilat mbrojnë qelizat e trurit nga dëmtimi dhe promovojnë shëndetin kognitiv. Arrat në veçanti lidhen me përmirësimin e kujtesës. 6. Çokolata e zezë. Çokolata e zezë e shtuar edhe në ushqime të tjera përmban flavonoide që rrisin rrjedhjen e gjakut në tru dhe përmirësojnë kujtesën dhe fokusin. Një sasi e vogël gjithashtu mund të rrisë disponimin dhe performancën e përgjithshme të aftësisë sonë njohëse. 7. Shafrani indiz. Kjo erëz e verdhë e gjallë përmban kurkumin, një përbërës me veti të fuqishme antiinflamatore dhe antioksiduese. Është e lidhur me përmirësimin e kujtesës dhe uljen e simptomave të depresionit, sidomos tek të moshuarit. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.